Çerkfinalja e Kupës së Shqipërisë në basketboll për meshkuj vllaznia Teuta është mbyllur me fitoren e skuadrës dursake me rezultatin 83-88, një ndeshje që realisht nuk nisi as pak mirë për vllaznin, e cila ndryshe nga ndeshjet e tjera që realizohen në projekt një fitore radhazi, këtë herë nuk ishte ditën e saj më të mirë, ndërkohë në fundin e sfidës kishte kontestime dhe për gjykimin. Pat me një fillim të keq sot, sidomos periudhën e parë, dhe nuk arritme me hy në lojë siç duhet. Njihet shumë mungesa e lojtarit dëmtum që kishim sot, numri 0 Thomas, cili është, si thush, motori i skuadrës tonë, si në sulm ashtu edhe me grintën e tij në mbrojtje. Ishte një mungesë që u nis shumë sot për ne. Megjithatë, patme momente ku kishim mundësi me hy në lojë, disa momente nuk na buzëqeshi edhe fati, me thënë drejtën, por mendoj që duhet paraqitena me më shumë grintë dhe me më shumë dëshirë për të fituar, sidomos kur jena në shtëpinë tonë. Mendoj që kishte shumë vendime që mund të hajnë diskutim, por to janë gjëra që janë dorën tonë, do përpiqena me bë raportimet tona në organet kompetente. Shpresoj të kena një reagim prej tyre, por që e shoh që nuk ka dëshirë nga ana e këtyre organeve për me pas drejtësi. Me këtë fitore Teuta kualifikohet në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë.